Horoskopi ditor e diel 9 gusht 2026. Dashi. Nëse jeni në çift, do të çoni në plan të dytë ndjenjat kundrejt partnerit dhe do të merreni me diçka tjetër më të rëndësishme. Kujdes, sepse edhe ati mund t'i mbarojë durimi. Beqarët më në fund do të njohin një person jo mediokër dhe nuk do e lënë t'u ikë nga duart. Pritet një ardhmë ndritur. Objektivi në planin financiar duhet të jetë mirë menaxhimi i financave. Ju mund t'ia dilni. Deni. Jeta në çift do të jetë e trazuar dhe kjo jo vetëm nga sjellja juaj e kohëve të fundit, por edhe nga dëshirat e egzageruara që keni. Nëse jeni beqar, dielli do të jetë planeti më i favorshëm dhe mund të sjellë edhe takime. Mos nguroni të pranoni ftesat që do t'ju bëhen. Për sa i përket buxhetit, fati nuk do t'ju mungoj, por duhet i vini pak frej dëshirave për të shpenzuar pa kufi. Binjakët. Planetët do të bëhen bashkë dhe do t'ju ofrojnë një jetë në çift, ashtu si ju e kishit të ndëruar. Do të dashuroni ashtu siç nuk keni bërë më parë. Lumturia që do të sjellë kjo ditë do të jetë më e madhe se sa ju e mendonit. Për beqarët, dita do të jetë mjaft stimuluese, sepse do të ketë mjaft takime cilësore. Është në interesin tuaj të mos bëni transaksione financiare. Falyjeve nuk do të jeni shumë të qartë në ide. Gaforia. Jeta juaj në çift do të vazhdojë të mbrohet nga yjet. Do të përjetoni momente sensuale të ngrohta dhe bashkëpunimi do të mbizotrojë. Beqarët kësaj here do të dalin më hapur se kur. Do të joshin pa turp dhe pa frikë. Do të arrini atë që dëshironi. Mos bëni asnjë shpenzim të tepruar sot, sepse financat nuk do të jenë në gjendjen e tyre më të mirë. Nëse nuk ju vini fre tani, do të keni probleme më vonë. Luani. Nëse jeni në një lidhje, do të mbështeteni për gjithçka tek partneri juaj. Ai është gjithçka për ju dhe nuk e mendoni dot se si do t'ja bënit nëse nuk do e kishit. Beqarët do të jenë romantikë dhe yjet do t'i ndihmojnë që të takojnë personin që kanë ndëruar prej kohësh. Shfrytëzojeni këtë rast. Hiqni disa lekë më njanë sepse jo çdo ditë financa do të jenë të mira si sot. Vizhresha. Komunikimi me partnerin do të jetë më i mirë sot. Jeta juaj në çift do të jetë e kënaqshme. Mundohuni ta shfrytëzoni sa më shumë. Nga ana tjetër, beqarët do të kenë vështirësi të realizojnë takime të rëndësishme. Do të tërhiqeni shumë nga të sapo ardhurit. Edhe pse telashet financiare ju komplikojnë jetën, mos u dekurajoni. Shtrëngojeni ripin dhe kufizoni shpenzimet e tepruara. Peshorja. Marrëdhënia juaj me ato që dashuroni do të përmirësohet edhe më tepër. Falyjeve do të tregoheni më të kuptueshëm dhe më tolerant me të. Hëna në bashkëpunim me Venusin do t'i bëj beqarët si magnet. Askush nuk do t'u rezistoj dot. Përfitoni sa më shumë nga kjo ditë. Në planin financiar gjërat do të fillojnë të përmirësohen, por ju nuk duhet të shpenzoni për objekte pa vlerë. Akrepi. Shumë planet do të ndikojnë njëkohësisht në jetën tuaj në çift. Marrëdhënia juaj do të jetë e tensionuar dhe mund të keni dhe probleme serioze. Bëni kujdes me ato që do të thoni. Beqarët nuk duhet të jenë shumë strikt në kërkesat që kanë për personin e zemrës, se nuk do e gjejnë dot kur atë. Do të bëni tejmase shpenzime sot, pa menduar për pasojat e rënda që ato mund të kenë. Situata jo e mirë. Shigjetari. Dita e sotme do të jetë tepër e qetë për të gjithë ata që janë në çift. Më mirë do të ndihen ata që kanë kaluar tensione dhe kanë qenë afër një ndarje të mundshme. Nëse jeni ende beqar, influenca e planetëve do të favorizojë takimet. Shumë prej jush do të parapëlqejnë edhe aventurat. Situata financiare do të përmirësohet ndjeshëm. Disa do të kenë edhe rritje page. Përfitoni nga kjo ditë. Bricjapi. Planetët do të mbizotrojnë në jetën e të gjithëve atyre që janë në çift. Humori do të jetë shumë i mirë dhe bashkëpunimi do të forcohet. Disa do të kalojnë dhe një etapë më konstruktive. Ju beqar duhet të mbroni veten nga zhgënjimet e shkaktuara nga refuzimet dhe neglizhenca e të tjerëve. Edhe pse financat nuk do të shkojnë dhe aq mirë, ju nuk duhet të zhyteni në dëshpërim. Merrni masa. Ju ja dilni. Ujori.
Klima e sotme ujore do të nxirrte tradhtit në çift. Ju në fakt nuk e keni kërkuar, por thjesht ka ndodhur rastësisht. Kujdes sepse situata do të jetë mjaft e tensionuar dhe nuk do të logjikoni drejt. Beqarët do të rriqen shumë nga dikush dhe mund të krijojnë një lidhje. Sjellja me miq do të ndryshojë menjëherë dhe kjo do t'i mërzisë ata. Kujdes me buxhetin, sepse situata do të jetë e ndërlikuar. Peshqit. Përfitoni nga ambienti qetë që do të mbizotrojë në jetën tuaj në çift dhe shprehini sa të mundin ndjenjat. Edhe partneri nga ana e tij do të bëjë çmos që ju të ndiheni si në ëndër. Beqarët duhet të harrojnë gjithçka që kanë kaluar dhe të marrin me pozitivitet të ardhmen e tyre. Do të jeni me fat sot. Me financat, gjërat do të shkojnë më së miri. Do të mund të kryeni dhe disa transaksione të rëndësishme.